Se Allahu nuk cakton për besimtarin musliman diçka tjetër vetëm ato që është e mirë. Së nga njerë dikush po thotë që është bre mirë, po thani filoni një fëmijë e pat, edhe që ato ja murë Zoti, o me të pas një fëmijë. Hajër është, mirë është, se ka ditë Zoti që ai nëse jeton ku me ditë çka bëhet nesër. E ma leto me të vdekë vlati, se sa me pa të i promovu haramet e mdhaja. Pytni ata baballarë dhe nana që fëmijët e tyne jenë zhytën në harame, në gjenahe. Wallahi në qajnë edhe thojnë, sot me ma marë Allahi ma i knaqën jam, se sa që për shof vajzën tem, qka po bona po djalin tem. Nëse që ja u shprehin juve, neve ne shprehin. Sot ja kësha dhonë Zotit, edhe ma i knaqën i qakon hishmës me i pas, se sa që shumë kanë dalë fëmija. Se fështira vlazën është me rej vajza nana. I li pare në ka e shku nana për flaksh, se ka me dalë, ka me ushëtit, ka me kalu natën e për kafeteria, apo në për diskoteka, apo në për klabe. Fështira është me pa e vladin ka rej babën.